Assalamu alaikum, të respektuar teleshikues, mirë se takohemi edhe sonte në këtë natë të bekuar të Ramazanit. Këto ditë që janë të jashtëzakonshme, janë të veçuara, janë të begatshme me shumë mirësi në këto ditë që po kënaqemi me agjerimin, po kënaqemi me iftarin e besa edhe me namazin e teravive. Por dëshira jonë është që të kënaqemi edhe tutje tani, edhe me emisionin pra ton tashmë që jeni njoftuar që sanet në sofrën e Ramazanit që transmetohet për ju ekskluzivisht në këtë muaj të begat të Ramazanit. Siç e kemi pa pra dhe netve të tjera, ne zakonshëm ftojmë ndonjë hoxh i cili e ka bagazhin e dijes dhe të punës, të aktivitetit, dhe që për ne do të ishte kënaqësi që taftonim që t'i ndajmë këta minuta së bashku me ju. E sonte, së bashku me ne, kemi një musafir të veçantë, është një hoxh i ri, po i them i ri, sepse për nga mosha, bukur mesatar tashmë është, por i ri në kuptimin e elanit, në kuptimin e punës, në kuptimin e aktivitetit, i pa ndalshëm, i pa lodhshëm, gojtar, shumë i veçantë, i dashur për publikun, i dashur për teleshikuesit, i dashur për xhamatin në xhami, i dashur që besa shumë për diasporën tonë, dhe sonte me ne është imami i xhamis Koha në Ferizaj, hoxha tashmë i njohur, Ardian Sejdiu. Mirë se erdhët hoxh. Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se u gjeta, fillimisht milioni që t'ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe gjithë audiencën, gjithandej ku janë muslimanë shqiptar, me shprehjen më të bukur paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja, dhe njëkohësisht t'ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit, duke dëshiruar agjerim të lehtë, të këndshëm dhe gjithsesi të pranuar te Zoti i Madhreshëm. Faleminderit shumë, faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni sonte me ne. Kënaqësia është e imja. Të respektuar teleshikues, sikur ju kemi bërë me dije, ne do të ndajmë ajetet e agjerimit që janë në Kur'an me tekst të veçantë në surën El-Baqara, dhe do të bëjmë shkoqitje të pjesëve të ajeteve të Kur'anit që flasim për agjerimin, për peshën e tij, pastaj Ramazanin në përgjithësi, e duaja, lutja e tjera që me musafirët tanë do t'i ndajmë këto. Sonte me musafirin kemi zgjedhur që të bisedojmë për pjesën e ajetit të Kur'anit që Allahu thotë ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara. Do të agjeroni, por jo tër kohën, jo tër vitin, do të agjeroni, por nuk është qëllimi vetëm të agjeroni, andaj ayyaman ma'dudat. Hoxhë nderuar, po fillojmë me këtë pjesë të Kur'anit. Kur e lexoni ajetin e agjerimit që Zoti e obligoi agjerimin në mënyrë që të shtohet devotshmëria tek njerëzit, e kjo arrihet me pak ditë? Është shumë interesant se çdo fjalë e Zotit të Madhreshëm mbrapa asaj qëndron një urtësi e cila duhet të studiohet, analizohet nga mendja e njeriu aq sa ka potencial. Nëse referohemi kësaj fjale e jam ma'dudat, të më ditë numëruara, sikurse Zoti i Madhreshëm dëshiron të na bën me dije se çdo gjë që është e paktë në këtë dunja ka një vlerë shumë të madhe. Sepse vetë për faktin se jeta është e shkurtër. Domethënë, por e ka një vlerë shumë të madhe. Edhe këto ditë të bekuara të Ramazanit, që janë të numëruara 29-30 varet për vitit, duken se janë të pakta, por kanë një efekt jashtëzakonisht të madh në ndërtimin dhe konsolidimin e qenies njeri, në mundësinë për të arritur njeriu pjedestalet më të larta të formimit, të konsolidimit, dhe me një farë forme me pa botën me dioptri begje të theksuar. Pra duken në fillim që janë pak, por thjesht kanë një efekt jashtëzakonisht të madh, dhe gjërat që janë pak kanë vlerë më shumë se sa ato që janë shumë. Padyshim. Ramazani numërohet edhe si shkollë, është edhe si muaj i
trajnimeve që më tepër qëllimi është që me agjerimin njeriu të fisnikrohet, njeriu të bëjt të dominoj shpirtërorja mbi materialen e tjera. Kur jemi të shpirtërorja dhe materialja, ne me këto dyja jem njerëz, nuk mund të përjashtojmë njërën nga tjetrën. Si i shkoqitni këto dy pjesë, fillimisht si përbarje e jona që jem si njerëz? Po nismin nga një fakt se agjerimi është studiu dhe analizu nga këndvështrime të ndryshme, edhe psikologjike, filozofike, sociale, e kështu me radhë. Dhe të gjitha studimet çojnë në konkluzë se kjo është një shkollë specifike e cila i prek dy dimensione reale të njerit. E prek aspektin shpirtëror dhe e prek aspektin fizik të njeriut. Pra nëse mund të themi kështu i vetmi adhurim në Islam, që njëkohësisht ndikon në dy materit njeriut, edhe në aspektin shpirtëror dhe ata fizik, është agjerimi muaji Bekuar Ramazanit. Pse kështu e para fillon me ata që është e mbrendshme, që është shpirtërore, dhe synon që ta konsolidon aspektin shpirtëror, lidhshmërinë me Zotin dhe me një farë forme me pa botën nga dimensioni fetar. Dhe në anën tjetër ndikon në aspektin fizik. Dhe aspekti fizik ka një relacion, një lidhje me aspektin social të shoqërive. Për shembull, që t'jemi më të qartë për publikun. Sa kishim mujt me kuptuna ose me ndje urinë nëse nuk e praktikojmë vetë. Kush do që ta kish folë për shembull për vujtjet e urisë, se sa ndikon uria negativisht në trupin fizik të njeriut, ne do ta kishmi pa të pamundur që ta kuptojmë, edhe nëse kishmi provu ta kuptojmë. Dhe ja që në ditë e bekuar të Ramazanit, përmes agjerimit, njeriu vjen me një farë momenti që e kupton se uria qenë ka reale, do me thonë abstenimi nga gjërat e kësaj bote, qenë ka begi një goditje madhe për aspektin fizik njerit. Dhe kjo e kthen këta në mirësi, sepse pasaj bëhet i but për varfrin dhe kupton gjendjen aktuale që ka tjetri. Ne bëjmë këtë për shkak se na ka urdhëruar Zoti të distancohemi, jo për shkak të mungesës të mirave, por dikush tjetër privohet nga këto të mira nëse s'ka mundësi që t'i merr. Dhe pra agjerimi ndikon drejt për së drejti në konsolidimin e çështjes shpirtërore të njeriut dhe në mbizotrimin e anës fizike të tij, duke çuar drejt një mirësie të madhe që i takon njeriut. Dhe ky është njeriu. Dhe ky është njeriu, do të thonë ashtu siç është përshkruar njeriu, përveç se në Kur'an edhe në atë aspektin filozofik, se njeriu është krijesë dualiste, e përbër nga materia dhe nga ana shpirtërore. Dhe shpesh herë në filozofi diskutohet cila është më e fortë, ana fizike apo ana shpirtërore e njeriu. Dhe përfundimi është ana shpirtërore më e fortë se ana fizike. Paktën nëse do të ishte ana fizike më e fortë, sa njeri do të kishim. Fakt. Do të thonë, por ai që ka projektuar njeriu është i gjithdijshmi, Rabbul Alamin. Dhe ai me një farë forme ja ka banën fizike të njeriu vetëm si një mekanizëm. Ndërsa ana shpirtërore është me një farë forme pa prekshme, por që vetëm ligjet e Zotit mëdhëshëm ndërhyjnë drejt për drejt në aspektin shpirtëror. Për shembull, në jetën kësaj bote kemi shkolla të ndryshme të edukimit. Por ende s'kemi hala shkollë në këtë botë që shumë për shembull këtu edukohet shpirti. Pra, s'ka shkollë tillë. Që nuk kupton se vetëm ligjet e Zotit mëdhëshëm, të cilat janë në pajtueshmëri me natyrshmërinë që ka njeriu, sepse derivojnë prej njëjtit krijues, për Rabbul Alaminit, vetëm ligjet e Allahut Azza wa Jall janë në harmoni me anën shpirtërore të njeriu. Dhe agjerimi është një prej shkollave e cila betejën kryesore me njeriu në aspektin shpirtëror. Njerëzit në fakt edhe kur tentojnë të bëjnë materialin në epiqendër se sa shpirtërorën, edhe në kuptim këta do të ishin ateistët, do të ishin ata që nuk donë ta lidhin shpirtin as si ekzistencë, as si nevojë për edukim, por që të bie në sy fort është në momente të varrimit. Për shembull, më ateisti mundohet tash të bëjë diçka fetare për të vdekurin që po e lënë në varr. Sikur e di tash nuk është thjesht një trup, një materie që u la këtu dhe kjo tashmë nuk ka përgjegjësi. Pra vdekja nuk është shuarje. Ata vetë e akseptojnë. Mundohet kush të vendos një element fetar, një lule. Pra pse lule? Pse lule? Sepse mundohet që në një farë forme të tregoj për gjallërinë eventuale që ajo mund të merr prej dheut të varrit
ti shërbej në një farforme për së miri ati që është në varë. Kjo është interesante, të pjenë sy, sigurisht. Po, padyshim. Dhe është shumë interesant kjo çështje sepse ata të cilët e shohin botën në përgjithësi dhe njeriu në veçanti, vetëm nga aspekti material. Me një farforme ata e shohin vetëm një anë, një dimension të vogël të jetës që ka njeriu, të realitetit që ka njeriu. Dhe ndoshta 99.9% të botës tjetër ata nuk e kanë të njohur këtë çështje. Dhe gjatë përditshmërisë vinë në situata të ndryshme që e demantojnë vetëm në farë fjale. Si shembull, e vorros njeriu ateisti dhe ndërkohë thot u prefsh në paqe. Pse do të më prej në paqe për diçka që ka përfunduar? Sakt. Dhe ku qenë nga ajo paqe sipas juve? Ku e pas ka vënë ajo? Ti po e shef trupin fizik. Si është e mundën në paqe në dhe? Pra vetë ju e demonton veten, duke mos e kuptuar se ka rënë në një pozicion jashtëzakonisht të keq. Pra për këtë arsye, askush se njeh njeriu më mirë se vetë krijuesi. As njeriu vetveten se njeh. Dhe Zoti na bën ftesë në Kur'an që ta analizojmë konstruktin e njeriu. Dhe përmes analizimit, studimit të vim përfundim se projektuesi, krijuesi është i gjithdijshëm. Ai e ka kriju njeriu në këtë dimension, fizik dhe shpirtëror. Dhe trupi dhe shpirti të bëhen bashkë me një periudhë, jo të ankohen. Për shembull, ne themi ku ka qenë shpirti para se marrë këtë botë. Edhe atëherë ku po shoj ka pasi po dal nga pe këtij trupi. Pra thjesht ateizmi, edhe pse nuk është shkencë, nuk është thjesht është një mendje e limituar, e cila e shef botën nga një kënd vështrim begi mbrapsht, i limituar, dhe nuk është diçka e studiuar, megjithatë atë demantojnë veten ka cilën sepse nëse ka përfunduar diçka me anën fizike, atëherë ku është aspekti moral i njeriu të vujtja. Sakt. Është treguar dhe kjo ka qarkullu shumë, sidomos në vitet më të theksuar të komunizmit në vendin tonë, ku një profesor universitar flet për ateizmin, në fakt flet se nuk ka Zot, nuk ekziston Zoti. Studenti mundohet ta mbrojë teorinë e besimit se Zoti ekziston e tjera. Edhe nxehet debati dhe në fund profesori thot pasha Zotin nuk ka Zot. Pra dëshiron të dokumentoj me betim në çfarë. Fakt. Kjo është tamam u prefsh në paqe. Po fakt, do të thonë në mënyrë të natyrshme her pas here Zoti jep një mundësi me dalë pas asaj krize, për atij perimetrit të ngushtë të mendimit. Hoxh, kur thatë ju që ku ka qenë shpirti para se të vi në këtë botë njeriu, dhe rrjedhimisht ku po shkon pasi të shkojë, kjo po i bie se shpirti mund të jetojë pa trupin. Po, Islami na mëson se përjardha e njeriu fillimisht është aspekti shpirtëror i tij. Domthonë aspekti shpirtëror, aspekti shpirtëror i ka parapri aspektit fizik. Kështu na mëson Kurani famëlar. Nëse e lexojmë me vëmendje Kuranin edhe e marrim në veçanti njeriu në Kur'an, konceptin njeri, po referohemi tash konceptin në Kur'an, vina në përfundim mbas ajeteve në Kur'anit se ana shpirtërore i ka parapri anës fizike të njeriu. Që nuk kupton se kanë mundësi të mos jetojnë bashkë. Dhe fakti është shumë kokfort këtë çështje. Atëherë, për shkak se ne referohemi datave të lindjes. A mendoni se për shembull shpirti është krijuar çfarë datë? Sigurisht se jo. Sigurisht se jo. Aspekti fizik ka. Të paktën e dim se si fetus ai pati një gjallëri diku në muajin e 4. Fakt. Domethënë deri në muajin ditën e 120 e kështu me radhë. Po e para se të bëhet po shaj kontakti ndim ose të arrin qëllimi objektivi i krijesës. Ku ka qenë shpirti pra? Sakt. Domethënë kjo është shumë e qartë dhe për këtë arsye unë i qëndroj besnik kësaj teorie, këtij mësimi, këtij konkludimi se ana shpirtërore në është më e fortë se ana fizike. Ana fizike thjesht është një lloj mekanizmi për t'ju ambientuar me jetën e kësaj bote. Që nuk është kryesorja. Patjetër. Për këtë arsye Allahu xhelle wala duke e njoft krijesën e vet, ai ka intervenuar me ligje që t'ja ushqen me një farformë edhe në këtë terren të vrasht të jetës, t'ja ushqen aspektin shpirtëror. Por në xhenet këtu edhe desha të ndalme. Pra po i bie sa më i fuqishëm në njeriu që është aspekti shpirtëror, njeri është më njeri. Është më human. Është më i mirë, është më ai që përmendet. Ky është konstatim real. Sepse për të qenë njeri produktiv ose ajo krijesë që e don Zoti me qenë në jetën e kësaj bote,
ai do të me forcu anën shpirtërore tina. Jo vetëm ana fizike, sepse ana fizike do të mu dirigju nga ana brendshme. Dhe të gjitha studimet na thonë në kohën bashkëkohore se kur zhvillohet egoizmi që e shef njeriu vetëm nga aspekti material, njeriu e humb vlerën si njeri. E humb vlerën. Domethënë sepse shuhet ana shpirtërore e tij në kuptimin e lëvizjes, kuptimin e ndikimit të fjalës dhe pastaj ai e shef botën vetëm si anë të materiales dhe del nga njerëzorja. Dhe sfida më e madhe në kohën tonë bashkëkohore është kjo ideja e gabuar për të frymëzuar njerëzit se njeriu është qenie vetëm fizike dhe duhet të arrijë qëllimin përmes atij egoizmit të tepruar dhe në realitet të bien vlerat me cilat cilësohet njeriu. Kjo është rreziku më i madh me cilën po jetojmë në kohën tonë. Në fakt sa herë bisedojmë për ndonjë njerëz që ne nuk e kemi takuar në jetë, nuk kemi fotografi për të, dhe themi se ka qenë njeri i mirë kur nuk na shkon mendja për bukurinë e tij apo për shtatin e tij sa ka qenë i gjatë apo i shkurt. E kujtoj kur u bisedu për Isa Boletinin dhe dëshironin skulptorët të ndryshëm të bëjnë matjen e trupit tij, pra njerëzit nga njëherë ose për figurat të ndryshme, nga njëherë sigur pretendojnë që ai ka qenë shtatmall, ka qenë 3 metra njeri, ka qenë shumë i kështu edhe ashtu. Në fakt ne fare kjo nuk na intereson shpirti i tij, puna e tij, vepra e tij. Mirë po, shpirti prej Zotit, ushqimi kryesor i tij, cili? Shumë pyetje me vend. Nëse për shembull aspekti fizik i njeriut formohet, forcohet, konsolidohet përmes burimeve të ushqimit, të asaj që është e prekshme, atëherë pyetja vjen me çka ushqehet shpirti. E që është kjo tema më e rëndësishme që mund ta diskutojmë në raport me njeriu. E tash shpirtit Zoti i Madhërisht ja ka lënë disa burime me të cilat ai ushqehet. Dhe një prej ushqimeve ku fillon domethënë preambula e ushqimeve të shpirtit është njohja e Zotit të Madhërisht. Nuk ka mundësi një shpirt të ndihet komod në cilën do trup fizik që vjen, nëse ai nuk ushqehet me bindjen e Zotit të Madhërisht. Nëse ai distancohet me një farë forme nga njohja e Zotit të Madhërisht, thjesht ai komë lut rolin e vet, funksionin e vet brenda trupit, për shkak ka kriju Zoti, por thjesht nuk ndihet komod dhe s'është i lumtur sepse i mungon ushqimi. Dhe një prej ushqimeve tjera që e ka parapos Zoti i Madhërisht për shpirtin janë ato obligimet ditore, obligimet javore dhe obligimet mujore, edhe obligimet vjetore. Për shembull, në jetën se botën se rrugtojmë me një rrugë të gjatë, e ndjem lodhjen, ku na shkon mendja? Na shkon ta gjejmë një vend pushim, ku mund ta marrim një kafe, një diçka dhe të pushojmë. E nëse shpirti në anale të gjata të jetës, e ndjen lodhjen, ku është duhet të jetë stacioni i tij për të ushqyer. Atëherë në aspektin ditor është namazi, 5 kohë namaz njëri pas tjetrit, aspekti javor, domethënë javore xhumaja, dhe ajo që vjen domethënë në vit është muaji i bekum Ramazanit, pastaj edhe një herë në jetë haxhi. Janë stacione të cilat pushon shpirti dhe motivohet shpirti për betejat të mëtutjeshme të jetës. Ata që kanë privu shpirtin nga kjo e mirë, nga ky element shumë krucial, shumë vendimtar për ta shijuar i njeri veten, thjesht e kanë godit me diçka që është e panatyrshme dhe njeriu pastaj bëhet i vrash, bëhet i palumtur kështu me radhë. Pra për këtë arsye dhe e jam ma'dudat, disa ditë. Fakt, sepse është ushqim vjetor. Edhe mjaftohemi me kaq. Mjaftohemi me kaq, domethënë shumë interesant kjo çështje. Për shembull, për namazet sabahit dhe namazin e drekës. Njeriu ka minështru proceseve të jetës, sepse funi fundit Zoti i Madhërisht kur e përshkruan njeriu në Kur'an i thotë e kam krijuar në vështirësi. Jo që Zoti ka vështirësi për diçka. E qartë shumë. Po ka dashur më tregu se kjo krijesë që është dualiste, është një projekt është një krijesë beli komplekse. Është aq e fortë, aq e pastudiueshme, sa që është e gatshme ti përballon sfidat e jetës. Por ndryshe nëse s'ke qenë njeriu i fortë, ç'është i përballon jetën. Dhe tash, edhe pse është i fortë, është i tillë, Zoti i Madhërisht shpjegon se për ta ruajtur kjo konsistencën e jetë, aspektin shpirtëror dhe fizik, ti duhet me kalu nëpër disa stacione ditore. E fal sabahin, pastaj angazhohet me jetën së botës, që është terreni vrasht, dhe sikur se ndjeni falodhje shpirtërore. Ati duhet një kontakt tjetër në drejk me Zotin e Madhërisht, të ja fal namaz drekës. E kështu me radhë, pastaj vjen aspekti javor, xumaja, pastaj një herë në vit, sepse të gjitha ligjet në Islam kanë në fokus njeriu.
Dhe këtë çështje do ta vëmë në pa në si studiues të Islamit. Të gjitha ligjet islam e kanë në fokus njeriu. E njeriu ka në fokus Zotin e Madhërisht. Të gjitha ligjet janë për me forcu këtë qenë njeri, me dhënë epitetin e duhur që meriton, e pastaj ky njeri të jetë i gatshëm ta ndjef Krijuesin dhe të ecë sipas mësimeve të tij. Edhe agjërimi, edhe pse i ka ditët e numëruara dhe ditët që numërohen, padyshim që shkojnë shpejt, po janë shumë vlefshme. Si pushimi i gërbeçarit. Si pushimi i gërbeçarit. Keni pashë më kujt afrohet koha, ç'është koha në përgjishta. Allahu po na thotë se ky është muaj me ditët të numëruara. Sepse edhe sikur të dëshiron ti me kriju një ambient tjetër, të ngjashëm me Ramazanit, nuk mundesh dot derisa dhe muaj tjetër Ramazanit. S'mundesh me kriju një ambient. Po jemi ne sot në Ramazan shembull, e përjetuam sot një ditë të lumtur, të këndshme, në iftar. A mundemi me pru këtë atmosferë mas Ramazanit? Jo. Asesi. Pra sepse nuk është e mundër, edhe pse janë pak, megjithatë kanë më ndikuar deri në bile mos të ishte ditë festive Bajrami, në fakt do të ishte ditë zije, se sinqerisht aq keq ndihesh që mbrëm nuk ke zgjuar syfyr, sonte nuk ke për të fal ose edhe mbrëm nuk ke fal teravi. Po të mos ishin vizitat e njerëzve, sinqerisht është një ditë e zymt, duket shumë e zymt. Fakt. Shumë e zymt. Fakt. Dhe ne në fakt bile si studenti kemi përjetu Bajramin jashtë vendit. Do më thonë, pa këto vizitat duke dita më e errët më e mërzitshme e mundshme. Shumë e saktë. Hoxhi nderuar thatë që përbendet shkarazi që keni hëngër iftarin dhe çaj nuk keni pi me gjas. Jo. Të shusojmë rastin nga pak se faleminderit, më stufat. Është çështja që dëshirojmë të tregojmë se natën në Ramazan në fakt lejon ato që ishin të ndaluara ditën për shkak të agjërimit. Ato që janë të ndaluara natën dhe ditën besin të ndaluara të jetën. Kjo kuptohet. E rëndësishme është që begatitë e Zotit gjersa kem trupin dhe kem nevojë për ta ushqyer edhe atë, madje edhe syri, në fakt e lakmon, po të mos ishte këto pemë të mira, do të hani më dhe prej tyre, po sido që tjetë. Je një hoxh që ke aktivitet të bujshëm. Përmenda Xhamin Koha, e cila është shndruar në një institucion jo vetëm për të kryer detyrat fetare, nuk është vetëm një faltore, po është ndruar në një mas pari, po e përmendi këtë anë në ndërtimit, një qendër ku vizitohet një monument fetar, që është bë me shumë i kompletuar, me zyret përcjellse, me gjithçka e menduar mirë. Kishit telashe, kishit probleme sigurisht, por ja dalët. Po, me emrin e Zotit. Qysh funksionon xhamia, qysh e keni xhamatin? Para se gjithashtu unë mendoj se infrastruktura është vetëm gjysma e projektit. Sakt. Ne mund ta kemi një xhami super moderne për shembull, por është vetëm gjysma e projektit. Dhe gjysma tjetër e projektit është aktiviteti mbrana, lidhshmëria me xhamatin, frymëzimi i të rive për betejat të sinqerta të jetës, për të arritur qëllimet më fisnike që ka jeta, motivimi për arsim, motivimi për edukim, motivimi për të qëndruar afër familjes. Dhe gjitha këto janë në kuadër të misionit që ka një xhami dhe ka një imam. Neve na ka dhëruar Zoti i Madhërisht me xhamin aty, xhamin Koha, dhe si duket edhe populli po e shef se është një begati e madhe e Zotit të Madhërisht. Po ndihen mirë në bashkëpunim edhe me xhallar të tjerë që kemi të respektuar dhe po mundohemi të jemi sa më afër popullit, sa më afër të realitetit. Thjesht po e ndajmë një kohë dhe po e kalojmë në fakt një kohë në atë objekt që po ndihemi sikurse jemi dikun që tamam i është adokat me dëshirat e shpirtit tonë. E sidomos në shoqërim të muajit bekum të Ramazanit, që çdo minutë është i shenjtë, është i bukur, i këndshëm, i lezetshëm, dhe ne po mundohemi që ta bëjmë më të mirën të mundshme, të konsolidohemi në radhë parë, të shfrytëzojmë këtë muaj dhe të krijojmë ura komunikimi me familjen, me shoqërinë, me rrethën e përgjithësi. Nuk ka rastis më u falë pas te kizonën e bukur? Apo mesatarisht? Ma herët kam qenë për atyre që edhe kemi bë gara për lexim të Kuranit shumë e radhë, por tash me kam një telashe, një 7-8 vjet kam telashe pak me sinos edhe me fyt,
Kështu që jam tash mesatar nuk. Më bona këtë pyetje se me ardhë prej Ferizajt dhe me pas zonë jo të bukur. Po, Ferizaj ndifet për zonat bukur, është fakt. Mashallah, keni faktikisht... Mirë po, e vërej shpesh edhe hoxhallar që ju vizitojnë në xhami. Po. Elhamdulillah Zotit. Nderoni. Po, edhe këta mund të them publikisht, xhamia Koha është xhami e gjithë hoxhallarëve të Republikës së Kosovës. Mashallah. Cili do që të vjen në nderon më pari me prezencën. Nimi shumë të lumtur dhe të kënaqur që na ka përzgjedhur të jetë mysafirioni. Dhe pastaj na bën derë edhe më shumë kur ne alshojmë faltorën. Mikrofoni është për te, mediat janë për te, dhe neve na bën derë sepse ne ende vazhdojmë të mbesim nxënës. Dhe më vjen shumë mirë kur vinë kolegët e mi dhe unë mësoj prej tyre. Më vjen shumë mirë kjo sepse ne në vazhdimsi do ta zgjerojmë diapazon e dijes dhe nuk hezitoj ta them publikisht se Kosovën, Shqiptarin e ka begatu Zoti Madhreshëm me hoxhallar bekit e përgatitur. Nëse mund të themi se është elita më e shkolluar e popullit. Dhe këtë e thamë me përgjegjësi më të madhe. Niveli më i lartë akademik që posedon kjo shoqëri janë hoxhallarët. Ndoshta mund të mos i pëlqen dikujt kjo çështje. Por ja që le të bin fakte të tjera dhe thjesht i kanë mund me demantu këtë çështje nëse do të vendon. Sa bukur është modestia. Në fakt atë që përmende se ana infrastrukturore një objekti, sidomos një objekti fetar është, ti e tha gjysma punës, nga njerë më duket edhe më pak si gjysma. Ndonë se ne jemi njerëz dhe e duam të bukurën, njeri e do artin, pra shpirti e kërkon, e do pastërtin, e do tepin e mirë, e do klimën e përshtatshme, e do derën që mbyllet, e do banjën, toaletin e pastër që do të ishin adresa sidomos të vendeve publike e me theks të veçantë të atyre që thirrën në pastërti, pra të xhamiat do të ishte e duhur që të ishin nivel më të lartë pastërtisë. Mirë po, më ka ndodhur shpesh, sidomos në diasporë, shpenzohen shumë kur blejnë një xhami. Mirë po, kur i pyet kush është imam, shpesh herë kujdesin e kanë më të vogël ose më spaku që janë kujdes për ta pru imamin. Ne kemi pa dhe mënyrë praktike se imami i mirë në objekt të vjetër shumë shpejt është bërë objekti i mirë. Objekti i mirë, pa imam aktiv, pa imam të punës, në fakt e ka zbehë dhe nuk është gjallë e xhami. Në fakt xhamia Koha është me të dy anët. Edhe e di që më keftu edhe mu me orë me majtë hytmen, po të kam pastan çfarë më banë xhamati mu. Do të më thotë na hoqën prej rendin e kemi arë për me dëgju, ne shkojmë diku ndoshta dhe bëjmë një hytë betazëm, po sidomos kur është në pyetje mungesa e hoxhës ose diçka të ngjashme është tjetër temë, por hoxhallarët që përcillen dhe ka dikush që ka bërë kilometra për të ardhur ta fal xhumon për ta dëgju Ardian Sejdiun, atëherë befasi i del Muhamet Dërmaku, atëherë mund t'ja humbim kilometrat atij. Këtë po e thupi modestisë si nderuam kolege, hoxh, profesor i medreses, sepse mënyrë më të mirë të mundshme ju dhe kolegët e ju do të më kishini zaventsu mu pas të dyshim, edhe më mirë se sa vetja ime. Dhe xhamati ime janë një vlerat e juaja. Ju jeni faleminderit, po jeni dëshmuar publikisht, kështu që në fakt na bie ti përcjellin punë dhe aktivitetet e kolegëve hoxhallar, sidomos në këto kohë janë shumë të lehta. Kjo nuk them na bie se kemi detyrë ta bëjmë, por të vjen sy vetë ju çdo rrjet social kur hap njeriu dhe sheh aktivitete ndryshme. Natyrshëm që emri juaj është shumë i spikatur edhe në diasporë. Madje sikur më duket se kur shoh ndonjë njoftim se ka një hapje të xhamisë, atë do t'i lexoj edhe ata emrat e tjerë, por Ardian Sejdiun sigurisht e gjejmë aty. Si keni gjetë diasporën? Si arritet morgatën tonë ta rehabilitoni kaq mirë dhe t'ju ftojnë aq shumë në për evenimentet e tyre të ndryshme, por edhe në për ligjërata tribuna? Është një pyetje e cila është vështirë ndoshta me dhënë një përgjigje adekuate të arsyeja pse jam shumë aktiv në diasporë dhe pse ata e kanë një respekt ndaj meje, po para se gjithashtu unë publikisht jam mirënjohës, kam qenë dhe jam mirënjohës ndaj morgatës tonë shqiptare.
por këtë ata që kanë bërë për kombe për fej, e sidomos në kohën tonë që ndoshta kanë nevojë edhe pak për neve si kuadra të Republikës së Kosovës, konkretisht të Bashkisë Islame të Kosovës, që jemi bashkë edhe antarë të saj dhe jemi në kuadër të saj. Takimi jam ka qenë i hershëm me Mërgatën dhe në bisedat me ta, thjesht kam dashur me afru një farë ideje, një farë mendimi që pajton me situatën ku janë ata. Unë mendoj se diskursi ka shumë rëndësi. Diskursi që flasim, që komunikojmë me masën, ka shumë rëndësi në arritjen e objektivave të strategjisë për zhvillimin e shoqërisë. Dhe thjesht ata në atë fazë që kanë nevojë për një mbështetje sadopak të vogël ideologjike, nëse unë më thon, duke u mbështetur në parimet fundamentale të lirisë, të shprehjes, të mendimit, të familjes, të lidhjes familjare kështu me radhë. Dhe si duket e kanë gjetur ata tek unë si të shumë tjerë një mbështetje e tillë, dhe unë jam shumë i lumtur që diaspora është domethënë në kulmin e aktiviteteve të saj, dhe neve na duhet që ta ruajmë lidhjen sepse po rritet një brazëri atje, dhe nëse ne shkpusmi kontinuitetin, atëherë i bie që këtë trashëgimi kulturore, shkencore, intelektuale mund të përfundon pa një lidhje me vendin e origjinës. Unë mendoj që është detyrë jona fetare dhe kombëtare që të jemi afër tyre dhe thjesht ta ruajmë në kozionin e lidhjeve mes origjinës dhe diasporës. Më lejo t'ja them një çështje nderuar që potencove Kalimthi të infrastruktura dhe aspekti dhe kuadri. Unë i qëndroj besnik idesë se kuadri është më i vlefshëm se infrastruktura. Pa dyshim. Domthon, i qëndroj besnik. Nëse është e mund të bëhen të dyja bashkë, kjo është objektivi më i madh që mund të arrijë një shoqëri. Sepse një shoqëri zhvillohet kur në vendin e duhur ka njerëz të duhur. Dhe tash çrëndësi ka nëse ne ndërtojmë xhamia të bukura dhe në realitet nuk kemi kuadra shembull që janë të nivelit të infrastrukturës që meriton. Pra edhe kjo është qëllimi me diasporën. E kam thënë dhe e them publikisht. Xhamiat në diasporë duhet të kenë imam të rregullt. Sepse lidhshmëria mes imamit dhe popullit nuk mund të jetë e përkohshme. S'mund të jetë sezonale. Para duhet të jetë përderisa janë rrjeta shoqërore. Pra secila xhami të ketë imam të rregullt dhe pastaj natyrisht imami e kupton në mënyrë më të mirë të mos me detyrën që ka dhe ndikon pozitivisht në konsolidimin e shoqërisë, krijimin e urave të komunikimit, lidhjes për shembull, ruajtja e disa parimeve të xhenezës, sepse fundit secili njeri ka një identitet. Njeriu ka identitet në radhë po që ka më Zoti madhreshëm, quhet njeri, insan. Pastaj në kuadër të këtij identiteti krijohet identitete të ndryshme, e ngjashme sikurse një vazo me lule të ndryshme. Pra, dhe ata kanë nevojë për një identitet, natyrisht duke ruajtur edhe origjinën. Mërgata është domethënë prej sidomos Zvicra është mërgata më aktive në kontinentin e vjetër të Evropës. Zvicra për faktin se është shtet i vogël me shumë shqiptarë. Po. Madje shqiptarët janë komuniteti më i madh musliman në Zvicër, që zakonshëm në vende të tjera turqit janë ata që dominojnë shumicën si Gjermania e tjera, por në fakt edhe në Gjermani vërehet një ngjarje jashtëzakonisht e madhe, sidomos këto vitet e fundit njerëzit e Kosovës më shumë kanë mësuar Gjermaninë për shkak të vizave të punës që ka lejuar. Zvicra akoma nuk është e hapur dhe nga vitin e vet kur shkon dhe viziton një xhami që ke vizituar më parë, vrej një dallim shumë të madh të strukturës së xhamatit dhe fytyrave të reja. Hoxh, jo vetëm xhamati dhe kryesitë e xhamive që juftojnë, por vrehet që imamët në vend se të ndiheshin me oponencë kur shkon dikush, ata ju admirojnë, ju duan, ju çmojnë. Jam shumë i njohur si nderuar, ata e bëjnë ata për shkak të modestisë dhe për shkak të vlerave individuale që i kanë, sepse na ka mësuar Islami që të jemi të sinqertë në raport me tjetrin, t'ja vlerësojmë ata që ka tjetri, dhe ta përkrahemi tjetrin në idenë e mirë që ka. Dhe imamat në diasporë me modestinë e tyre e kanë bërë që ato edhe të njihen mirë ku janë prezente ta, por thjesht kjo është për shkak të moralit që kanë, etikës, edukimit, formimit. Jo pse unë kam diçka më shumë se ata, jo pse unë kam një farë njohurie që ata se kanë. Por thjesht ata bëjnë pikë modestisë dhe unë jam shumë i njohur ndaj tyre
Dhe i kam thënë që llogarit në mu si një nxënës si juaj që ju duhet ndonjëherë për një çështje edhe të paktën e librat m'ia bajt nëse në të kuptimin konfigurativ po them. Po. Edhe në këtë mënyrë kemi krijuar raporte mira dhe besoj që do t'i Në rast sy një imam aktiv në Zvicër para disa jave ju quajti vëlla, ti po i thu nxënës, po e tha vëlla im, primë të dashurve. Po, në fjalë tjera, pitën e arab. Kjo është begati sepse depërtimi nuk është pra vetëm te zemrat e xhamatit, po është edhe te vetë imamët dhe kjo është jashtëzakonisht e mirë. Ka rastisht të jem me ty disa herë nëpër xhami. Vërehet që në fakt nuk e qenë zyrtari i Bashkisë Islame që ta vizitosh atë xhami, por në tribuna je një doajen që e mbron jashtëzakonisht shumë institucioni i Bashkisë Islame, ndonë se ke detyrë zyrtare ta quaj. Pse bëni këtë? Është fakt i nderuar, ashtu siç ke qenë edhe ti prezant me mua dhe e dim se të zbashku kemi qenë mbrojtës dhe jemi mbrojtës të institucionit që i përkasmi, edhe pse jo zyrtarisht. Unë mendoj se Bashkia Islame e Kosovës është institucioni vetëm që duhet t'i përfarson muslimanët e Republikës Kosovës. A nënkupton se ne nuk kemi kritika ndaj tyre? Jo, sepse është normale që të kemi kritika. Se nuk është gjithçka bardhë. Patjetër. Por unë mendoj se Bashkia Islame është shtëpi e gjithëve, e atyre besimtarëve shqiptarë. Dhe është një trashëgimi kulturore, shkencore, infrastrukturore. E këtij vendi që është ndërtu sheku me radhë, gjenerat për gjenerate. Dhe ne nuk mund ta zhbëjmë historinë. Domethënë, përkundrazi, unë jam një prej atyre që e çmoj, e vlerësoj dhe do të kontribuoj në avancimin e Bashkisë me si institucion si jam mbredhë gjithëve. Edhe në diasporë ku të shkoj, unë nuk e kam detyrën e përfaqësuesit të Bashkisë Islame të Kosovës. Por e bëni sikur të ishit. Por e bëj në mënyrën më të mirë të mundshme, asnjëherë s'kam ikë prej betejave në favor të Bashkisë Islame të Kosovës, edhe sot e asoj dite jam i tillë, zbashku me ju, kemi pas rreth kemi qenë bashkë, edhe në pyetje përgjigje, sepse po ashtu edhe ju jeni i të njëjtës linjë, elhamdulillah Zoti madhrisht. Atë që përmendet, ajo është shtëpia jonë. Shtëpia edhe nëse kemi vërejtje në ndërtesën e saj, ne duhet ta riparojmë, fakt, ne duhet ta plotësojmë, duhet ta meremetojmë e tjera, por është edhe kjo pjesa tjetër që unë pajtohem shumë që shqiptarët në përgjithësi, e po përmendit tash Kosovën me që jemi në territorin e saj, janë shumë të begatuar me emra të përveçëm të hoxhallarëve, të cilët kontribuojnë jashtëzakonisht shumë në fusha të ndryshme. Unë njëherë dikujt i pata thënë, apo në thanë institucione shtetërore, thash e ndihmojmë shtetin, ndonë se nuk jemi zyrtarisht as ministra, ne parandalojmë shumë probleme të shoqërisë që të mos arrijnë të depërtojnë në gjykatë. Ne jemi shkaktar të shumë parandalimeve për vetvrasjen ta zëm, ti thua po ku janë ato, po nuk janë, se po të ishte lajmaj. E kjo pse nuk është lajm, sepse ne e ndaluam atë, e bëm faktikisht motivimin e njerëzve, pastaj ajo morgat është se është në mërgim, por dikush e ushqen atë. Dhe natyrshëm që ju jeni një emër që Islami shqip duhet të krenohet me të, dhe duhet t'ja di vlerën pa kurfar dyshimi. Hoxh, letë është të teoretizosh me fenë, dikush do të na thoshte. Letë është me? Me bë teori, me spjegu teori. Sigur në këtë rast, për shembull, të themi ditë të numëruar të agjerimit, por unë s'muj me agjeru, ju agjeroni se unë po vazhdoj, e kam një tërësillok të kafës apo të qajtë edhe në mesditë dhe po vazhdoj kësoj. Jeni sprovuar në jetë. Ju kemi pa si një rast tepër i veçantë në deklarimet e juaj, por edhe në qëndrimet me rastin e vdekjes së djalit, për shembull. Ka dorë Zoti madhërisëm që më ka përzgjedhur që të më sprovon dhe të gjitha ato mësime që kemi marrë paraprakisht para sprovës, se muslimani sprovohet do të më qëndru në sprovë kështu me radhë. Erë një moment që me një farforme u dasht me mënyrë praktike me bind vetën se teoria nuk ka efekt pa praktik. Dhe njeriu dëshmohet në situata të vështira. Zoti madhërisëm se cilin njeri pe prunka me një sprovë që me pa se sa ka pesh aspekti intelektual, shpirtëror, njerëzor i tina.
Unë sprovova me më të dhimbshme të mundshme, dhe kjo është secili për ne e din, nuk jam i pari, bërim shpesh herë i nderuar hoxh, ndihemi turpruar të flas për sprovën sepse ky popull i unë ka sprova shumë më të mëdha se sa të mijat. Edhe dëgjojmë raste të ndryshme në baza ditore, takojmë në 2-3 palë njerëz që kanë të lashet mëdha dhe shpesh herë kur ta përfundoj bisedën thamë o Zot, të falenderoj që më ke përzgjedh, më sprovu pak me shkaj pas ke sprovu të tjerët. Në vdekje ku diçka. Pra, ne kam mësuar Islami që të qëndrojmë në sprova dhe me ndihmën e Zotit Madhreshëm e kam përjetuar sprovë. Mendoj që e kam të kalu në atë aspektin njerëzor, te Zoti Madhreshëm pres që ai të më jep nesër shpërblimin dhe të më tregon se ku kam dështuar në sprovë dhe ku kam qenë i sinqert në sprovë me Zotin e Madhreshëm. Sabiun patjetër inshallah Allahu ai është banor i xhenetit, por është edhe shkaktar sepse fëmijët janë prej atyre që bëjnë shefat, bëjnë ndërmjetësim për prindrit, nëse natyrisht ata janë në atë rrugë. Dhe shpresoj që kjo mungesë në këtë botë të kompensohet në botën tjetër. Amin. Natyrisht ne jemi madudat, jemi edhe në këtë botë, në përgjithësi jemi shumë të përkohshëm. Hoxh, jemi në minutat e fundit të këtij emisioni dhe ishte kënaqësi për mua që ishit me ne. Në përgjithësi agjëruesit, besimtarit, kosovarit, shqiptarit, çfarë do t'i kisha thënë? Sa është e rëndësishme përkatësia jonë fetare për ne? Padyshim se agjëruesit i them, ju zbashku me ne, po i përjetojmë ditët më të mira të jetës. Dhe netët më të bukura të jetës. Sigurisht. Nuk dua që këto ditë dhe këto net të te kalojnë pa i shiju dhe pa i shfrytzu. Sepse do të na vjen një moment dhe të kuptojmë se çka pas mi pat në dorë dhe çka nuk pas mi shfrytzu. Pra po jetojmë ditët më të mira të jetës dhe nëse kemi pas probleme të cilat s'kan pas zgjidhje sipas mendjes tonë, jemi në muajin që lutjet e Zotit Madhreshëm do të jenë qeltë që dekodon çdo pasgjidhje të mundshme të jetës së kësaj bote. Është muaji i ndryshimit, që s'mund të ndryshojmë në asnjë muaj tjetër më mirë se këtë muaj, dhe Zoti Madhreshëm e don ndryshimin pozitiv. Padyshim. E don nga e keqja të mira dhe ne duhet të ndryshojmë, të jemi sa më afër Zotit Madhreshëm dhe duke qenë afër Zotit Madhreshëm dhe duke qenë afër fejes, konsolidimit e vete fetare, ne do ta shohim jetën me dioptrinë saktë dhe në dimensionin real që ka jeta. Sepse jeta shpirtërore është më e fuqishme dhe më e këndshme, më e bukur se sa ona fizike që mund ta posedon njeriu në jetën e bote. Hoxh i nderuar, faleminderit që ishe në sofrën e Ramazanit. Bëjmë një hallë të shkëlqyer dhe shpresojmë që audienca që shikuesit tanë të ndanë të kënaqur me paraqitjen dhe ju falenderojmë që zotët jeni musafir i PIS TV-s i këtij programi të këtij muaji të madhëshëm të Ramazanit. Shumë faleminderit. I nderuar, kënaqësia ishte jemja. Të falenderoj edhe një herë përzemërsisht që i kaluam së bashku këtë minutazh në këtë net të bekuar. Zoti ju shpërblef për kontributin që keni dhënë, jepni dhe vazhdoni të jepni për konsolidimin e vlerave fetare. Zoti ju kthejt me të mirë në dynjë dhe në ahiret dhe faleminderit shumë për anës time. Faleminderit shumë. Atëherë të respektuar teleshikues, arritëm në fundin e kësaj hallëke të emisionit ton tani më të çdo natë të Ramazanit në sofrën e Ramazanit. Nesër do të takojmë përsëri me një musafir tjetër dhe ju qëndroni me programet sa shumë që janë ato tashmë në Ramazan dhe sa të begata janë gjatë ditës, para iftarit, pas iftarit edhe në sofrën e Ramazanit. Qëndroni, vazhdoni dhe Zoti ju pranon të gjitha ibadetet. Shihemi nesër me musafir tjetër me lejen e Allahut. Assalamu alaikum.